Keku si vjetë ka realizuar investimin më të madh në mbi 40 vite, qysh se është ndërtuar termocentrali Kosova B. Kek ka përfunduar modernizimin e turbinës së bllokut B2 të termocentralit Kosova B dhe një sër investimesh përcjellse aty. Si rezultat, kapaciteti i B2-shit është rritur për 35 MW, jetëgjatësia e këtij bloku është rritur për 20 vite, e ndotja për megawatt orë të prodhuar është ulur për 12%. Kjo kontratë, rreth 56 milion euro, është nënshkruar në vitin 2023. Po ju përkujtoj që ky është investimi i parë serioz në Kek pas luftës, ndonse aty janë investuar së paku me letra 1 miliard euro ose më shumë para qeverisjes tonë. Gjithashtu, ndoshta e keni parë se BE para disa ditësh ka konfirmuar se pas plotësimit të kushteve teknike e ligjore, projekti për vendosjen e filterëve për pluhur e okside azoti do të fillojë në prill të vitit 2026. Nëse ju kujtohen diskutimet për bojler e filter, që patëm bërë memes në atë kohë, puna në bojler ka qenë parakusht, por besoj që pjesa që nuk e dini është që këtë parakusht Keku e ka përfunduar qysh në vitin 2023, pra dilatimin e bojlerve. Dhe kjo ka qenë një arsye pse në vitin 2023 ne kemi pasur prodhim më të ulët nga Keku, sepse është dashur të ndalen nga 3 muaj bloqet për t'i bërë këto intervenime.